Sot familjarët na kanë kërkuar pasticë dhe ja ku është gati për të bërë. Na duhen 4 kokra vezë, 1 litër qumësht, 150 gram gjalpë, 100 gram makarona. Ky djathi të kishim këtë na u gjend, po e mirë është që të keni feta. Dhe djath të grirë dhe krip. Përzim 4 vezët, i hedhim pak krip këtu. Makarona duhet të zëjnë diku te 5 minuta, jo më shumë, sepse do bëhen dhe në furrë patjetër. Më pas unë këtu i shtoj qumshin, duke qenë se dua të ftofem pak makarona dhe nuk dua të më pritet veza. Shtoj dhe vezën në veçantë dhe i përzjej së bashku që të jenë të njëtrajtshme, duke qenë se nuk është temperaturë shumë e ngrohtë. Më pas filloj dhe shtoj djathin, besoj që është danez, mos qofsha gabim, po besoj që është danez, dhe gjalpin. E prej në kubik që të shkriftohet sa më mirë makarona gjatë pjekjes. Këtu do t'ju lë rezultatit tim që Glinda ka përdorur produktet që unë i kam ofruar dhe është topsuar në mënyrë fantastike. Nëse ti dëshiron, më shkruaj në privat. I hedhim edhe djathin e grirë sipas dëshirës dhe pas 30 minutash në furrë, tava jon është fantastike. Ju bëf të mirë.